Kukaj vesh vajzën për herë të dytë në vellu të bardhë, kjo është arsyeja. Violet Kukaj se fundmi po përgatit një videoklip të ri, ku në pjesën e tij është vajza e saj njomza në bashkëshortin e saj, por për dallim nga dasma e vërtet, në këto poza familjare nuk mungoj edhe djali Mati. Fotografitë rëmbyen zemrat e publikut duke u komentuar pafund në rrjetet sociale, edhe pse hera e dytë në vellu të bardhë, bukurosha shkëlqen më shumë se asnjëherë. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.